Franca në alarm demografik. Qeveria o thot 29 vjeçarve bëni fëmijë tani. Franca po përballet me një krizë serioze të lindshmërisë dhe qeveria po ndërhyn drejt për drejt. Të gjithë qytetarët 29 vjeçar do të inkurajohen zyrtarisht të bëhen prindër, përpara se problemet e fertilitetit të bëhen realitet. Shkolla e lindjeve ka rënë në vetëm 1.56 fëmijë për grua, shumë më poshtë nivelit minimal prej 2.1 për të mbajtur popullsinë stabile. Madje, vitin e kaluar në Francë pati më shumë vdekje se lindje, një tronditje kombëtare. Qeveria ka shpallur një plan me 16 masa, informim shkencor për fertilitetin, edukim seksual në shkolla, ngrirje falas të vezëve për moshat 29 deri në 37 vjeç, rritje të qendra të fertilitetit dhe një fushat kombëtare për stilin e jetesës së shëndetshme. Qëllimi është të shmanget plakja masive popullsisë dhe kolapsi i arshëm i pensioneve e shëndetësisë. Por ekspertët paralajmërojnë, problemi nuk është vetëm biologjik. Të rinjt po shtyjnë prindërimin për shkak të kostos së jetesës, strehimit, karrierës dhe pasigurisë financiare. Mesazhi është i qartë. Franca po lufton me kohën dhe ardhmja demografike e Evropës mund të jetë në rrezik.